Parashikimi i energjive dhe si t'i përdorim. Javët ndryshojnë dhe energjitë e tyre ndikojnë në mënyra të ndryshme tek secila shenjë e zodiakut. Disa javë mund të sjellin mundësi për rritje personale dhe profesionale, ndërsa të tjera kërkojnë qetësi dhe reflektim. Kjo javë nuk është përjashtim. Universi dërgon sinjale dhe mundësi që nëse i kuptojmë dhe i përdorim drejt, mund të përmirësojnë jetën tonë në aspektin emocional, profesional dhe shpirtëror. Më poshtë do të gjeni parashikimin e energjive të javës për secilën shenjë, si dhe këshilla konkrete se si t'i përdorni ato në mënyrë produktive. Dashi. Kjo javë sjell energji dinamike për dashin, duke i shtyrë drejt veprimeve të guximshme. Yjet tregojnë se është momenti i duhur për të nisur projekte të reja, për të marrë iniciativa në punë dhe për të shprehur ndjenjat tuaja pa frikë. Megjithatë, duhet të keni kujdes me impulset. Vendimet e nxituara mund të shkaktojnë tensione të panevojshme. Këshilla praktike. Përdorni energjinë për të planifikuar projektet e reja. Shmangni debatet e panevojshme me të afërmit, sidomos në mesjavë. Merrni pak kohë për meditim ose aktivitet fizik për të ekuilibruar tensionin emocional. Energjia kryesore, veprimi, iniciativë, guxim, mundësi, rritje profesionale, marrëdhënie më të qarta. Demi do të ndjejë nevojën për stabilitet dhe siguri këtë javë. Yjet tregojnë që kjo është periudha e mirë për të riorganizuar financat, për të vendosur prioritetet dhe për të reflektuar mbi qëllimet personale. Në marrëdhënie, ndjenjat mund të intensifikohen duke kërkuar komunikim të hapur. Këshilla praktike. Përqendrohuni tek projektet afatgjata dhe investimet e sigurta. Shprehni ndjenjat tuaja, por shmangni xhelozinë ose kontrollin e tepërt. Një rutinë e qetë e përditshme do t'ju ndihmojë të menaxhoni stresin. Energjia kryesore, stabilitet, durim, vendosmëri. Mundësi, siguri financiare, marrëdhënie më të thella. Binjakët do të ndihen të frymëzuar për të komunikuar dhe për të zgjeruar horizontet e tyre këtë javë. Mund të lindin ide kreative ose mundësi për të nisur projekte intelektuale. Megjithatë, energjia mund të jetë e shpërndar, kështu që duhet të fokusoheni tek prioritetet. Këshilla praktike. Shfrytëzoni momentet e energjisë kreative për të shkruar, lexuar ose mësuar gjëra të reja. Kujdes me diskutimet e shpejta, dëgjoni para se të flisni. Organizoni kohën për të shmangur lodhjen mendore. Energjia kryesore, komunikim, kurreshtje, fleksibilitet, mundësi, ide të reja, njohje të reja profesionale ose shoqërore. Gaforet do të ndihen më të ndjeshëm këtë javë. Energjia e yjeve sjell nevojën për lidhje emocionale dhe për kujdesje ndaj vetes dhe të tjerëve. Është një periudhë e mirë për të forcuar marrëdhëniet personale dhe për të shprehur ndjenjat e fshehura. Këshilla praktike. Kushtojini kohë familjes dhe njerëzve të zemrës tuaj. Reflektoni mbi emocionet tuaja përpara se të reagoni ndaj situatave stresuese. Ushtrime relaksuese, meditimi ose shëtitjet në natyrë do t'ju ndihmojnë të ekuilibroni energjitë. Energjia kryesore, ndjeshmëri, kujdes, empati, mundësi, afrimi me të dashurit, qartësimi ndjenjave. Luanët do të ndihen energjik dhe të sigurt në vetvete këtë javë. Yjet nxisin kreativitetin, pasionin dhe iniciativën në fushat ku mund të shprehni talentin tuaj. Kjo është një periudhë e shkëlqyer për të marrë guxim dhe për të ndjekur synimet personale. Këshilla praktike. Investoni energjinë në projekte kreative dhe në marrëdhënie ku mund të shprehni pasionin tuaj. Kujdes nga arroganca, dëgjoni këshillat e të tjerëve. Aktivitetet sociale do t'ju japin energji pozitive. Energjia kryesore, pasion, krijimtari, karizmë, mundësi, projekte të reja, njohje të reja, sukses social. Virgjëresha do të ndihen të fokusuar dhe të organizuara këtë javë. Energjia e yjeve sjell nevojën për detaj dhe planifikim të kujdesshëm. Ky është momenti ideal për të rregulluar gjërat që kanë mbetur pezull dhe për të përmirësuar rutinën tuaj. Këshilla praktike. Planifikoni detyrat dhe fokusohuni tek përmirësimi personal. Shmangni kritikat e tepërta ndaj të tjerëve. Aktivitetet që kërkojnë disiplinë do t'ju japin rezultate të dukshme. Energjia kryesore, organizim, përkushtim, disiplinë. Mundësi, rritje profesionale, përmirësimi rutinës dhe shëndetit. Peshore do të ndihen të orientuara drejt ekuilibrit dhe harmonisë këtë javë. Energjia e yjeve nxit marrëdhënie të shëndetshme dhe vendime të mençura në situata që kërkojnë diplomaci. Ky është momenti i mirë për të negociuar ose për të zgjidhur konfliktet e vjetra. Këshilla praktike.
Fokusohuni tek zgjidhja e konflikteve pa tension. Kushtoni kohë vetes dhe relaksimit. Kujdesuni për balancën mes jetës profesionale dhe personale. Energjia kryesore, harmoni, diplomaci, ekuilibër. Mundësi, marrëveshje të favorshme, afrimi me të dashurit. Akrepa do të ndihen më të thellë dhe të intuitiv këtë javë. Energjia e yjeve sjell mundësinë për të kuptuar ndjenjat e fshehura dhe për të punuar mbi transformimin personal. Ky është momenti i mirë për introspeksion dhe për të fokusuar tek qëllimet afatgjata. Këshilla praktike. Reflektoni mbi marrëdhëniet dhe vendimet që kanë rëndësi për të ardhmen. Përdorni intuitën tuaj për të zgjidhur situata komplekse. Shmangni tensionet dhe situatat e papritura që mund t'ju shqetësojnë. Energjia kryesore, intensitet, transformim, intuit. Mundësi, rritje personale, vendime të mençura. Shigjetari. Shigjetarët do të ndihen të lirë dhe aventurier këtë javë. Energjia e yjeve nxit lëvizje, udhëtime dhe zgjerim të horizonteve. Ky është momenti ideal për të mësuar gjëra të reja ose për të eksperimentuar në fusha të ndryshme të jetës. Këshilla praktike. Shfrytëzoni mundësitë për udhëtime ose eksperienca të reja. Mbajeni mend prioritetin në vendimet e shpejta. Energjia e lirë mund të kanalizohet në aktivitete fizike ose krijuese. Energjia kryesore, liri, eksperimentim, optimizëm. Mundësi, njohje të reja, rritje personale dhe profesionale. Britsjapi. Britsjapët do të ndihen të vendosur dhe realist këtë javë. Energjia e yjeve nxit planifikim të kujdesshëm dhe punë të palodhur drejt qëllimeve të rëndësishme. Ky është momenti i duhur për të konsoliduar punën dhe për të marrë vendime afatgjata. Këshilla praktike. Fokusohuni tek qëllimet dhe projektet afatgjata. Mos lejoni që presioni t'ju shkurajoj. Durimi do t'ju shpërblej. Shfrytëzoni kohën për të përmirësuar aftësitë profesionale. Energjia kryesore, disiplinë, përkushtim, durim. Mundësi, sukses afatgjat, stabilitet profesional dhe financiar. Ujori. Ujorët do të ndihen të frymëzuar për të inovuar dhe për të menduar jashtë kutisë këtë javë. Energjia e yjeve sjell ide të reja dhe mundësi për ndryshime pozitive në jetën personale dhe profesionale. Këshilla praktike. Shfrytëzoni kreativitetin dhe idetë tuaja unike. Bashkëpunimi me të tjerët mund të sjellë rezultate të jashtëzakonshme. Mos harroni të menaxhoni kohën për të shmangur stresin. Energjia kryesore, inovacion, vizion, kreativitet. Mundësi, projekte kreative, partneritete të frytshme. Peshqit do të ndihen më të ndjeshëm dhe intuitiv këtë javë. Energjia e yjeve nxit lidhje emocionale dhe reflektim mbi jetën shpirtërore. Ky është momenti ideal për të përmirësuar vetëdijen dhe për të punuar mbi ndjenjat tuaja. Këshilla praktike. Kushtojini kohë vetes dhe aktiviteteve që ju rikthejnë qetësinë. Bashkëpunimi dhe empatia do t'ju ndihmojnë në marrëdhënie. Përdorni intuitën për të bërë zgjedhje të rëndësishme. Energjia kryesore, ndjeshmëri, intuit, empati. Mundësi, qartësim emocional, afrimi me të dashurit, rritje shpirtërore. Detajet ditore dhe si t'i përdorim energjitë. Energjitë e javës nuk janë statike. Ato ndryshojnë çdo ditë dhe ndikojnë në mënyrë unike secilën shenjë të zodiakut. Duke njohur energjitë ditore, mund të planifikoni më mirë aktivitetet, marrëdhëniet dhe vendimet tuaja, duke përfituar maksimumin nga çdo ditë. Më poshtë do të gjeni një udhëzues të detajuar për secilën ditë të javës dhe këshilla praktike për shenjat e zodiakut. E hënë, fillimi i javës me fokus dhe vendosmëri. E hëna sjell një energji që lidhet me organizimin, vendimet e qarta dhe fillimin e projekteve. Për shumicën e shenjave, kjo është dita ideale për të vendosur prioritetet e javës dhe për të marrë masa konkrete për të arritur qëllimet. Dashi, shfrytëzoni energjinë për të nisur projekte të reja dhe për të marrë iniciativa në punë. Kujdes nga impulsiviteti. Demi, fokusit e financat dhe organizimi i detyrave të përditshme. Një plan i qartë do t'ju ndihmojë të shmangni stresin. Binjakët, komunikoni qartë me kolegët dhe partnerët. Shmangni shpërqendrimin dhe përqendrohuni tek prioritetet. Gaforja, përkushtohuni tek marrëdhëniet dhe detyrat e familjes. Mos u shqetësoni për gjërat që nuk mund t'i kontrolloni. Luani, shfrytëzoni energjinë për të treguar aftësitë tuaja. Mos harroni të dëgjoni këshillat e të tjerëve. Virgjëresha, organizoni detyrat dhe planifikoni javën. Fokusimi në detaje do t'ju shpërblej. Peshorja, dita sjell mundësi për të zgjidhur mosmarrëveshje dhe për të krijuar harmoni në marrëdhënie. Akrepi,
Reflektimi mbi qëllimet dhe marrëdhëniet do t'ju ndihmojë të gjeni qartësi. Shigjetari, fillimi i projekteve që kërkojnë kreativitet dhe fleksibilitet. Shfrytëzoni energjinë aventuriere. Britsjapi, dita e duhur për planifikim strategjik dhe vendime të rëndësishme profesionale. Ujori, ide të reja dhe inovacion. Bashkëpunimi me të tjerët do t'ju sjellë rezultate pozitive. Peshqit, reflektim mbi emocionet dhe nevojat shpirtërore. Kushtoni kohë vetes dhe meditimeve të shkurtra. Këshilla e përgjithshme. Filloni ditën me një listë të detyrave dhe qëllimeve. Energjia e hënës favorizon disiplinën dhe vendosmërinë. E martë, energjia e veprimit dhe marrëveshjeve. E marta është dita e veprimit dhe energjisë dinamike. Mund të lindin mundësi të reja në punë dhe marrëdhënie. Megjithatë, duhet kujdes me impulsivitetin dhe reagimet emocionale. Dashi, shfrytëzoni energjinë për të përparuar në projekte dhe për të zgjidhur pengesat. Demi, fokusi te vendimet financiare dhe marrëdhëniet. Kujdes nga tensionet e panevojshme. Binjakët, komunikimi është kyç, bisedat e hapura do t'ju sjellin mundësi. Gaforja, kujdesuni për emocionet, shmangni reagimet impulsive. Luani, energjia favorizon iniciativën dhe ekspresionin personal. Mund të lindin mundësi profesionale. Virgjëresha, fokus tek detajet dhe organizimi i punëve. Nuk është dita për vendime të nxituara. Peshorja, bashkëpunimi dhe negociata do të jenë të favorshme. Akrepi, intuita juaj do t'ju udhëheq drejt vendimeve të duhura. Shigjetari, eksperimentoni me ide të reja, por qëndroni realist. Britsjapi, punë e palodhur dhe vendosmëri do t'ju sjellin rezultate të dukshme. Ujori, kreativitet dhe vizion, mundësi për projekte unike. Peshqit, ndjeshmëria ju ndihmon të kuptoni nevojat e të tjerëve. Bashkëpunimi do të jetë i frytshëm. Këshilla e përgjithshme. Shfrytëzoni këtë ditë për veprime konkrete dhe për të marrë vendime të rëndësishme. E mërkur, komunikim dhe lidhje. E mërkura është dita e komunikimit, njohjeve dhe marrëdhënieve sociale. Energjia e yjeve favorizon biseda të rëndësishme dhe shkëmbim ideash. Dashi, shprehni idetë dhe ndjenjat, por mos nxitojini vendimet. Demi, bashkëpunimi në familje dhe marrëdhënie romantike do të jetë i favorshëm. Binjakët, ditë ideale për rrjedhim dhe për të marrë informacione të reja. Gaforja, kujdes nga ndjeshmëria e tepërt, shfrytëzoni ditën për lidhje emocionale të forta. Luani, mundësi për të ndikuar të tjerët me karizmën tuaj. Virgjëresha, komunikimi i qartë dhe analiza e fakteve do t'ju sjellë avantazhe. Peshorja, harmonizimi i marrëdhënieve dhe negociata do të jenë të favorshme. Akrepi, intuita dhe perceptimi i thellë do t'ju ndihmojë të kuptoni situata të komplikuara. Shigjetari, dialogu me të tjerët do t'ju hap horizonte të reja. Britsjapi, fokus tek detyrat profesionale dhe komunikimi me kolegët. Ujori, ide të reja dhe kreativitet, mundësi për të bashkëpunuar. Peshqit, ndjeshmëria e lartë favorizon bashkëpunimin dhe afrimin me të dashurit. Këshilla e përgjithshme. Shfrytëzoni energjinë e mërkurës për të ndërtuar lidhje të forta dhe për të komunikuar qartë. E enjte fokus dhe vendimarrje. E enjtja sjell energji që favorizon vendimet e rëndësishme dhe fokusin tek synimet afatgjata. Shumë shenja do të ndihen të nxitura për të marrë masa konkrete. Dashi, fokus tek objektivat dhe përparimi profesional. Demi, riorganizimi i jetës personale dhe financiare do të jetë i favorshëm. Binjakët, vendime të rëndësishme në lidhje me marrëdhëniet dhe projekte të reja. Gaforja, ndjenjat e forta mund të ndikojnë vendimet, përdorni intuitën. Luani, energjia ju ndihmon të merrni vendime kreative dhe të guximshme. Virgjëresha, analizoni situatat me kujdes, shmangni nxituarjen. Peshorja, ekuilibri dhe harmonia janë çelësi. Vendimet do të jenë më të duhura. Akrepi, fokus tek transformimi dhe qëllimet personale. Shigjetari, një ditë ideale për të planifikuar udhëtime ose projekte të reja. Britsjapi, vendime strategjike në fushën profesionale. Ujori, energjia favorizon ide të reja dhe inovacion. Peshqit, përkushtim ndaj marrëdhënieve dhe reflektim mbi emocionet. Këshilla e përgjithshme. Shfrytëzoni këtë ditë për vendime strategjike dhe planifikim të kujdesshëm. E premte rritje sociale dhe kreative. E premta sjell energji që lidhet me socializimin, kreativitetin dhe pasionin personal. Shumë shenja do të ndihen të frymëzuara për të shprehur talentet dhe për të përjetuar momente pozitive me të tjerët.
Dashi, shfrytëzoni energjinë për projekte të reja dhe takime shoqërore. Demi, lidhjet romantike dhe sociale do të jenë të favorshme. Binjakët, bashkëpunimi dhe aktivitetet kreative do të sjellin kënaqësi. Gaforja, kushtoni kohë për familjen dhe të afërmit. Luani, ekspresioni i pasionit dhe kreativitetit do të sjellë sukses. Virgjëresha, organizimi i projekteve kreative dhe bashkëpunimi me të tjerët. Peshorja, harmonizimi i marrëdhënieve dhe aktivitetet sociale do të jenë të favorshme. Akrepi, fokus te krijimtaria dhe lidhjet intensive. Shigjetari, energjia favorizon aventurat dhe eksperiencat e reja. Bricjapi, puna kreative dhe socializimi do t'ju ndihmojnë të relaksoheni. Ujori, ide të reja dhe bashkëpunime frutdhënëse. Peshqit, ndjeshmëria dhe kreativiteti ju ndihmojnë të shprehni emocione dhe të lidhni marrëdhënie. Këshilla e përgjithshme. Shfrytëzoni energjinë e premtes për të ndërtuar lidhje dhe për të shprehur kreativitetin. Fundjava dhe ritualet praktike. Fundjava është momenti ideal për të reflektuar mbi javën që po mbaron, për të rikuperuar energjitë dhe për të përgatitur për javën e ardhshme. Energjitë e shtunës dhe të dielës janë më të qeta, por njëkohësisht mund të jenë të fuqishme për reflektim, lidhje emocionale dhe rritje personale. E shtunë, reflektim dhe rritje personale. E shtuna sjell energji të qeta që favorizojnë reflektimin, meditimin dhe lidhjet personale. Për secilën shenjë, kjo është një ditë ideale për të kuptuar më mirë ndjenjat, për të planifikuar ndryshime dhe për të përmirësuar marrëdhëniet. Dashi, mund të ndjeni nevojën për të pushuar pas një jave aktive. Shfrytëzojeni këtë ditë për reflektim mbi vendimet e marra dhe për të vendosur prioritetet për javën tjetër. Një shëtitje në natyrë ose aktivitet fizik do t'ju ndihmojë të qetësoheni. Demi, energjia e shtunës ju fton të riorganizoni financat dhe planin personal. Meditimi ose shkrimi një dite të suksesshme do t'ju ndihmojë të keni qartësi. Binjakët, shfrytëzoni energjinë për të pasur biseda të rëndësishme me miqt ose partnerët. Mund të lindin ide të reja kreative gjatë momenteve të qeta. Gaforja, kjo është dita e përshtatshme për të forcuar lidhjet me familjen dhe të dashurit. Aktivitetet e përbashkëta, bisedat e sinqerta dhe shëtitjet e vogla do t'ju ndihmojnë të rilidheni emocionalisht. Luani, reflektimi mbi pasionet dhe projektet tuaja kreative është kyç. Shfrytëzoni energjinë për të planifikuar mënyra për të shfaqur talentin tuaj në javën e ardhshme. Virgjëresha, dita është ideale për pastrimin dhe organizimin e hapësirës tuaj fizike dhe mendore. Një rutinë e qetë e planifikuar mirë do t'ju ndihmojë të përballoni javën e ardhshme me më shumë qetësi. Peshorja, shfrytëzoni këtë ditë për të harmonizuar marrëdhëniet e pasgjidhura. Një bisede hapur ose një akt faljeje do t'ju sjellë qetësi shpirtërore. Akrepi, kjo ditë ju ndihmon të përqendroheni në transformimin personal. Shkruani qëllimet afatgjata dhe reflektimet mbi marrëdhëniet dhe vendimet e rëndësishme. Shigjetari, e shtuna është perfekte për aktivitete që zgjeron horizontet tuaj, lexim, mësim të ri ose shëtitje në natyrë. Shfrytëzojeni për të pasur frymëzim dhe qartësi. Bricjapi, energjia favorizon reflektimin mbi projektet afatgjata dhe planet strategjike. Një pasdite e qetë do t'ju ndihmojë të rigjeni energjitë e humbura gjatë javës. Ujori, shfrytëzoni kohën për kreativitet dhe bashkëpunime të reja. Një aktivitet artistik ose ide inovative mund të lindë në momente qetësie. Peshqit, ndjeshmëria juaj është më e lartë këtë ditë. Meditimi, muzika ose shkrimi i reflektimeve do t'ju ndihmojë të përmirësoni qartësinë emocionale. Rituali i shtunës, dedikoni 30-60 minuta për reflektim të vetvetes. Shkruani 3 gjëra që keni mësuar gjatë javës dhe 3 gjëra që dëshironi të përmirësoni. Kjo ndihmon të kanalizoni energjinë dhe të filloni fundjavën me qetësi. E diel relaks dhe përgatitje për javën e ardhshme. E diela sjell energji për relaks, rinovim dhe planifikim për javën e ardhshme. Është koha për të përmbushur nevojat emocionale dhe për të rifituar energjitë fizike. Dashi, relaksohuni dhe rikuperoni energjitë. Përdorni këtë ditë për të menduar strategjikisht për javën e ardhshme, pa stres. Demi, konsideroni të vendosni qëllime të vogla dhe konkrete për javën e ardhshme. Një pasdite e qetë me familjen do t'ju rikthej balancën. Binjakët, një ditë ideale për socializim të qetë, komunikim të hapur dhe organizim të mendimeve. Gaforja, përdorni këtë ditë për qetësi emocionale dhe lidhje të thella me të dashurit.
Një ritual i vogël si meditimi ose leximi mund t'ju sjellë qetësi. Luani. Shfrytëzoni energjinë e dielës për planifikimin e projekteve kreative dhe për të rinovuar pasionin për hobet tuaja. Virgjëresha. Dita është ideale për përgatitje të detyrave të javës së ardhshme dhe organizim personal. Një rutinë e qetë do t'ju ndihmojë të menaxhoni stresin. Peshorja. Harmonizimi i marrëdhënieve dhe reflektimi mbi emocionet do t'ju ndihmojë të filloni javën e ardhshme me energji pozitive. Akrepi. Dedikoni kohë për introspeksion dhe për të qartësuar synimet personale. Një pasdite e qetë do t'ju ndihmojë të përgatiteni për javën e ardhshme. Shigjetari. E diela është perfekte për rinovim energjie dhe reflektim mbi aventurat e ardhshme. Një aktivitet i këndshëm fizik ose shëtitje do t'ju ndihmojë të rilidheni me vetveten. Britsjapi. Shfrytëzoni ditën për relaks dhe planifikim strategjik. Një plan i qartë për javën e ardhshme do t'ju jap ndjenjën e kontrollit dhe sigurimit. Ujori. Energjia e krijimtarisë vazhdon. Shfrytëzoni kohën për të zhvilluar ide të reja ose projekte personale. Peshqit. Dita është ideale për rikuperim emocional dhe për t'u lidhur me intuitën tuaj. Meditimi ose aktivitetet artistike do t'ju ndihmojnë të përgatiteni për javën e ardhshme. Rituali i dielës. Merrni 15-30 minuta për të shkruar një plan të javës së ardhshme. Shkruani 3 qëllime kryesore dhe 3 veprime konkrete që do t'ju çojnë drejt tyre. Ky ritual do t'ju ndihmojë të nisni javën me qartësi dhe fokus. Këshilla të përgjithshme për të përdorur energjitë e javës. Planifikimi dhe reflektimi. Filloni çdo javë duke vendosur qëllime dhe duke reflektuar mbi javën që kaloi. Kujdesi për vetveten. Aktivitetet fizike, meditimi dhe kohët e qeta janë çelësi për ekuilibrin emocional. Komunikimi, shprehni idetë dhe ndjenjat, por gjithmonë me maturi dhe dëgjim aktiv. Kreativiteti. Energjitë e javës favorizojnë projektet kreative dhe idetë inovative. Shfrytëzoni kohën për të shprehur talentin tuaj. Harmonizimi i marrëdhënieve. Bashkëpunimi dhe afrimi me të dashurit sjell qetësi dhe energji pozitive. Vendimarrja strategjike. Shfrytëzoni ditët me energji, fokus dhe disiplinë për vendime të rëndësishme. Përfundimi pjesës 3. Me këto udhëzime ditore dhe rituale praktike, çdo shenjë mund të shfrytëzojë maksimalisht energjitë e javës. Çelësi është të kuptoni ritmin e energjive, të përdorni ditët me energji të larta për veprim dhe krijimtari, dhe ditët më të qeta për reflektim dhe relaks. Duke ndjekur këtë udhëzues, java juaj mund të jetë produktive, harmonike dhe e frytshme në të gjitha aspektet e jetës.